Parku i Shatërvanit në Shkodër u mbush me ngjyra, buzëqeshje dhe krimtari fa një ekspozita e punime të realizuara nga rreth 15 fëmijë të moshave 5 deri në 13 vjeç. Piktura e tyre u vendosën pranë instalacionit artistik të parkut, duke dhënë më shumë jetë kësaj hapësire. Kuratorja e ekspozitës Teuta Laxha u ndal te mesazhi i paqes që përcjellin fëmijët përmes artit të tyre. Ndodhim në një instalacion i cili flet kundër dhunës, është bërë pas vitit 97 dhe përcjell mesazhin e paqes, është ndërtuar me fundet e predhave dhe tregon që ne nuk duhet bëjmë luftë, ne duhet sjellim paqen dhe mendoj se edhe këta fëmijë janë paqja, janë e ardhmja, janë gëzimi, prandaj dua që pikërisht deshta që fëmijët jenë këtu. Të vegjëlit u shprehen të lumtur që patën mundësi të prezantonin punimet para publiku dhe të ndanin pasionin për pikturën. Piktura mund të japin shumë dashuri dhe piktura mund na bëjnë gjithçka për të bërë dhe piktura është më e bukur. Mua më pëlqen se është më e bukur si pikturë, edhe më pëlqen shumë të bëj piktura dhe arte. Unë jam shumë i kënaqur që kanë ardhur të më shikojnë në ekspozit pikturat e mia. Mu më pëlqen me pikturu, se piktura është shumë e bukur, si ndërbeja është shumë i bukur, mu më pëlqen shumë arti. Ekspozita krijoi atmosferë të veçantë në park duke bërë bashk fëmijë, prindër dhe qytetarë në një pasditë të mbushur me art, kreativitet dhe argëtim.